Ndalimi i pezullimit për ministra duket se nuk është lëvizja e vetme e mazhorancës. Sipas deklaratave të bëra publikisht, qeveria e drejtuar nga kryeministri Edi Rama po përgatit një ndërhyrje të re ligjore, që pritet të ndikojë drejt për drejt në mënyrën si jetohen dhe arrestohen zyrtarët e lartë. Sinjali i parë erdhi nga analisti Baton Axhiu, i cili në të paekspozuarit paralajmëroi se Partia Socialiste do të vendosë një standard të ri ligjor, të cilin e krahasoi me modelin rumun. Sipas tij, synimi është që të mos ketë më paraburgim për persona që kanë mbajtur funksione publike pa një vendim gjykate të formës së prerë. Socialistët do të vendosin standardin e Rumanisë, nuk ka më burg pa vendim gjykate të formës së prerë. Këtë ka vendosur PS për pezullimin dhe arrestimin. Ky do të jetë edhe në ligj, deklaroi Axhiu, duke lënë të kuptohet se ndryshimi nuk do të mbetet vetëm në nivel politik, por do të formalizohet me ndërhyrje konkrete në legjislacion. Qëndrimi i mazhorancës është artikuluar edhe nga Tauland Balla, i cili ka theksuar se duhet respektuar prezumimi i pafajësisë dhe se masat e sigurisë ndaj zyrtarëve nuk duhet të jenë automatike apo të bazuara vetëm në hetim pa një vendim përfundimtar të gjykatës. Në thelb, drafti i paralajmëruar synon të kufizojë përdorimin e masës së paraburgimit për ish ministra, deputet apo funksionar të tjerë të lartë, duke kërkuar një standard më të lartë prove përpara se të vendoset izolimi i tyre. Sipas mbështetësve të kësaj nisme, kjo do të shmangte dënimet publike pa vendim gjyqësor dhe do të forconte garancitë procedurale. Megjithatë, kritikët e shohin këtë si një ndërhyrje që mund të dobësojë ndjeshëm efektivitetin e reformës në drejtësi, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit në nivele të larta. Ata argumentojnë se masa e paraburgimit është një instrument hetimor i parashikuar nga kodi i procedurës penale dhe përdoret kur ekziston rreziku i prishjes së provave, ndikimit të dëshmitarit apo largimit nga vendi. Debati pritet të përshkallëzohet në javët në vijim, pasi çdo ndryshim që prek masat e sigurisë për zyrtarët e lartë ka ndikim të drejtë për drejtë në balancën mes pushtetit politik dhe institucioneve të drejtësisë. Nëse nisma formalizohet, ajo do të hapë një diskutim të gjerë politik dhe juridik mbi kufijtë e imunitetit, standardet europiane dhe drejtimin që do të marrë sistemi shqiptar i drejtësisë në fazën e re të tij.